Zoti Masaku, si ka evoluar emigracioni shqiptar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndër vitet dhe cilat janë valët më të mëdha historike të largimit? Ta nisim kështu si një historik, le të themi. Tjetër. Nëse do ta marrim me periudha historike, ka qenë periudha në vitet 1900-1945 përafërsisht, kur më së shumti kanë qenë nga jugu i Shqipërisë për arsye ekonomike. Një pjesë e mirë e tyre janë vendosur në Boston, pjesa e Massachusetts. Pastaj gjatë kohës periudhës 45-90-s ka qenë pothuajse e pamundur, përveç se persona që arratiseshin dhe arrinin të shkonin në Shtetet e Bashkuara. Dhe pas viteve 90 është pastaj vala më e madhe e emigracionit në Shtetet e Bashkuara, duke filluar me bashkimet familjare, me llotarinë dhe në vazhdim në të gjitha llojet e programeve, por ta familjarë që shkojnë në Amerikë në vazhdimsi kanë bërë bashkimet familjare për të afërmit e tyre, apo personat që kanë qenë me llotari të afërmit e tyre për bashortët e kështu me radhë, duke rritur numrin e popullsisë shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Cilat janë arsyet kryesore që i shtyn sot shqiptarët kërkojnë një jetë tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Janë disa arsye, në fakt, është përmundësi më të mira ekonomike, një siguri më të mirë juridike dhe institucionale, duke menduar një edukim më cilësor për ta ose për fëmijët e tyre, një perspektivë për fëmijët e tyre, gjë që e kemi dëgjuar gjithmonë. Një tjetër është në fakt ajo që edhe kemi vënë re, meritokraci në karrierë, që fatkeqësisht në Shqipëri lë shumë për dëshiruar, dhe shikoj shumë apo dëgjoj shumë histori suksesi nga persona që ja kanë dalë në fushën e tyre në pak vite, nga një pozicion i ulët të kalojnë në pozicione shumë më të mira, bazuar në përvojën e tyre, bazuar në aftësitë e tyre profesionale, gjë që në Shqipëri po këta profesionistë nuk e kanë patur të mundur, pasi kanë patur shumë probleme, shumë ose pamundësi që të avancojnë në karrierën e tyre. Sa integruar është komuniteti shqiptar në SBA dhe cilat janë shtetet ku ata janë përshëndruar më së shumti? Ajo që kanë vënë re, shqiptarët janë shpërndarë në të gjithë Amerikën në fakt, por një pjesë e madhe e tyre janë përqendruar më së shumti në New York, në Michigan, në Massachusetts, Florida, Connecticut, New Jersey, ku janë një pjesë më e madhe e shqiptarëve dhe që kanë krijuar dhe komunitetet e tyre, organizatat e tyre, dhe më vjen mirë sepse duke jetuar këtu edhe si prind e them edhe në një farë mënyre është mirë që fëmijët tanë ta ruajnë kulturën e tyre, ta ruajnë trashëgimin kulturore, sepse ka një gjë që çfarë ne shikojmë si prindër, domethënë në vazhdimsi. Nuk mund të presim duke hequr nga ai ambienti shqiptar ku ata kishin të gjitha edhe në mënyrë pasive e merrnin kulturën, traditën dhe zakonet shqiptare nga çdo ndërveprim, me të gjithë, po themi, si me personat e afërt të familjes, por edhe me shoqërinë apo ku ndërvepronin. Tashmë ne kemi hequr ata nga ai ambient dhe i kemi sjellë në një ambient krejt tjetër, me zakone të reja, të tjera, dhe nuk mund të pretendojmë që të kemë të njëjtat zakone dhe tradita që ne kemi patur. Dhe duke patur këto organizata, ka plot organizata dhe vjen mirë, qoftë edhe shkolla që mësojnë fëmijët, dhe kanë parë në raste të tilla ku fëmia nuk dinte fare shqip dhe aktualisht është në gjendje që për 1 ose 2 vite të recitojë apo të flasë shumë mirë shqip, dhe të vjen shumë mirë ruajtja e gjuhës, e kulturës, e identitetit tonë. Zoti Masaku, cilat janë sfidat më të mëdha që has një shqiptar në vitet e para pas mbërritjes në SBA? Si në çdo vend tjetër, kur emigron, qoftë edhe në një qytet tjetër të shkosh në Shqipëri, kur ti transferohesh, dhe për më tepër kur lëviz në një vend tjetër, ka sfidat e veta. Pra emigracioni ka sfidat e veta. Gjuha është gjëja e parë që unë do i rekomandoja çdo kënd për gjuhën angleze, pra për një person që ka synimin që të studiojë të lëviz në Shtetet e Bashkuara, sepse kam dëgjuar plot herë që thonë, ok, sepse do ta mësoj gjuhën në Shtetet e Bashkuara. Këshilla ime është që nëse ke ndërmend që të emigrosh në Shtetet e Bashkuara, mundësisht gjuhën ta kesh parë, sepse pa patur gjuhën është shumë e vështirë dhe shumë e kushtueshme
që ti të arrish të mësosh gjuhën në Shtetet e Bashkuara. E them e kushtueshme sepse nëse ti je një profesionist i një fushë dhe nëse nuk ke gjuhën angleze, atëherë detyrimisht do të kërkosh për një punë më pak të kualifikuar. Dhe kjo do të lërë mbrapa për disa vite të mira derisa t'ja kesh dalë të mësosh gjuhën angleze në Shtetet e Bashkuara. Pastaj një pjesë tjetër mund të jetë mungesa rrjetit profesional, kosto lartë e jetesës, dhe sistemi kompleks i dokumentacionit, ose sfidat reale në fillimet e tyre janë edhe në një farë mënyrë edhe se kush e pret në Shtetet e Bashkuara, si e udhëzojnë këta persona në çfarë profesioni apo ku do të vendoset personi. Pra, nëse unë kam një të afërm në shumicën e rasteve ndodh domethënë që ky person që vjen pra i afërmi të vi po në të njëjtën zonë ku jeton personi sponsorizues, që i ka bërë bashkimin familjar këtij personi. Sigurisht ka dhe plot persona të tjerë që pastaj lëvizin, por në fillimet e tyre shpeshherë i shohim domethënë që mbeten të izoluar në këshillën që i japin personat që i kanë bërë ftesën. Sigurisht shikoj shumë të rinj dhe më vjen mirë që ja dalin sepse janë shumë më të informuar dhe arrin që të gjejnë pozicionimin e tyre në profesionin që ata kanë patur edhe në Shqipëri. Çfarë mundësish kanë zakonisht shqiptarët e sapo ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në cilët sektore ata përshëndrohen më së tepërme? Unë do thoja këtë, në momentin që personi vendos për të emigruar në Shtetet e Bashkuara, duhet të bëj paraprakisht të filloj konsultat me miq, me shok, me rrjete sociale që janë në Shtetet e Bashkuara, se ku mund të përshtatet bazuar në përvojën, në gjuhën, në të gjitha, se ku mund të përshtatet ky person në Shtetet e Bashkuara, pra në çfarë lloj profesioni, në mënyrë që sepse është e thjeshtë. Ka profesione që janë të pakualifikuar, ose profesione që domethënë për shembull në ndërtim në restorante, apo si shofer, apo domethënë punë të tjera, të cilat nuk kërkojnë ndonjë përvojë të lartë të mëparshme, ndonjë përvojë shumë të madhe të mëparshme, por ka plot persona që vinë që kanë patur një profesion të mirë në Shqipëri, që e kanë atë përvojë dhe si ta transferojnë atë përvojë në Shtetet e Bashkuara. Kjo është ajo themra e akilit. Prandaj duhet të fillojnë paraprakisht, jo në momentin që vinë në Shtetet e Bashkuara. I shikojmë shumë, domethënë që kanë hapur bizneset e tyre familjare, si në ndërtim, që është një ndër bizneset e shikoj kështu menjëherë kur vinë, bëjnë atë një lloj praktike me miqt apo me shokët e tyre dhe pastaj hapin biznesin e tyre.